Përshëndetje të nderuar miq, ditën e sotme kam kënaqësinë që të kem të ftuar zotin Driton Tali, ish deputet i Kuvendit të Kosovës, këshilltar, futgjues, njohës mjaft I mirë i çështjeve ndërkombëtare, por sot ne do rikthehemi në histori për të folur për një nga ngjarjet që ka shumë enigma, betejë e Çanakkale's. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje dhe juve, përshëndetje të gjithë shikuesve që na përcjellin. Faleminderit ju. Do mundohemi se do I zbavisim edhe do I kultivojmë, kështu do t'i ju faleminderit. Informojmë. Me ndihmën tuaj do mundohemi të hedhim dritë për shumë panjohura dhe enigma, por ndoshta edhe hiperbelizime për atë periudhë në vitet 1915-16 pa lufta e parë botërore, ku Shqipëria sa pak vite, 2-3 vite që kishte fituar pavarësinë, pra kufit akoma nuk ishin dizenjuar komplet, ndërkohë që në histori, por edhe mjaft shkrime, analiza, opinione, këndvështrime janë të ndryshme, flasim për gati 25.000 shqiptarë që kanë shkuar nga viset shqiptare, nga vilajetet, nga trevat tona, në mbrojtje për të luftuar atje për Turqinë, për Perandorinë Osmane, se Turqia akoma nuk ishte formuar e ditëve të sotme, por enigma ka shumë si për numrin, por edhe për arsyen, edhe për vajtjen. Pra, çfarë ka të vërtet këtu dhe çfarë duhet di brezi I ri për këtë, ndryshe nga ato që kemi mësuar nga e kaluara dhe po mundohen tani të ndoshta të na indoktrinojnë. Cila është e vërteta për këtë në gjykimin tuaj? Se për lëvizur 25.000 veta, tani edhe NATO do ta kishte vështirë të lëvizte me këto makineri moderne për të lëvizur në një kohë të shkurtër. Po, shikoj, kjo 25.000, kjo shifrë 25.000 e kam tash të has edhe të bosnjakët po përdoret nga qarqet në otomane. Kjo është një propagandë që sidomos kohën e fundit është pompuar shumë, është fryrë shumë. Po edhe nëse shkojnë për shembull te kjo monumenti të ai parku historik kombëtar I Çanakkale's, Tahir Milli Park, po, edhe e shohim atë monumentin impozant atje Sheikler anëtës I thojnë turqisht. Shohim atje vare me emrat të ndryshëm dhe vendbanime nga 4 vilajeteve. Po ju referohemi me vilajete për shkak se në këtë kohë Shqipëria ashtu akoma trajtohet nga këta në otomanët. Pra, emri mbi emri I Shkyp, që është Shkupje, apo Ipek, apo Manastir Elbasan, e tjera tjera. Çështja është se si shkuan ata dhe kush ishin ata. Keni parasysh, ne ishim nën Perandorinë Osmane, shumica të luftarëve ishin nën moshën 30 vjeçare. Domethënë djemtri, po. Ishin edhe të kështu mobilizuar, rekrutuar, por edhe ishin ushtarë të cilët shërbenin. Por a shkuan dhe si shkuan, kjo logjikisht nuk ka kurfar kuptimi. Pra, sepse bie logjika për numrin 25.000. E thash, numri 25.000 përdoret nga këta ne otomanët për t'regu se ne shqiptarët ishim pro Osman, pro Perandori Osmane, që ndërkohë që ata na kishin masakruar me shekuj tërë, na kishin djegur, shkatruar, prodhuar. Po, hiç shekujt. Po flasëm nga 1908, realisht po flasëm këtë periudhën 4-5 vjeçare, kishte kryengritje të pandërprera nga po ata shqiptarët. Domethënë, në vilajetin e Kosovës, të Shkodrës dhe të Manastirit, pothuajse nuk kishte 6 mujosh pa ndonjë trazir të organizuar nga dikush nga shqiptarët, nga ndonjë presi shqiptare. Nga viti 1909, pothuajse edhe toka nuk punohej.
Pa, të kthehemi pak ta analizojmë situatën politike, ekonomike, sociale, teknologjike të kohës për të ardhur te përfundimi, sepse dokumente nuk ka edhe ashtu. Pra, nuk ka asnjë dokument që e vërteton se pati në mënyrë të organizuar shqiptar të shkuar atje. As nga turqit, po as nga grekët, sepse shqiptar do të shkonin nga Greqia nëpërmjet Greqisë o nëpërmjet Bugarisë. Nuk ka asnjë shënim dokument që vërteton se kishte lëvizje. Pra as vullnetar për xhihad, por as të detyruar ata kryen ngritje, ndoshta që mund të merrin me nuk në vitin 1914-15 nuk ka asnjë dokument që mund ta dokumentoj se kishte lëvizje të shqiptarëve në mënyrë të organizuar që kanë shkuar në Turqi. Po, ka dhe i të ri tjetër ata që mund të ktheheshin nga Arabia. Ata po, ne po flasim tashti, aty ram dakord. Pra, nizam ushtarët, të cilët i kishte zonë taksirati, kishte edhe shumë të tillë që ishin shpërngur në Turqi, po, e që kishin lindur në Remeli, në këto 4 vilajetet. Kishte sa të dush të tillë. Tazëm. Kemal Mustafa Qemali apo Ataturku ka dhënë në Selanik. Sikur ai të vdiste, të vritej në varrin e tij sa do të shkruhet Mustafa Kemal Selanik. Pa, çështja është se a shkuan, për që ka pas të tillë që kanë luftuar, do nuk e diskutojmë. Shifra 25.000 është dhe bë më shumë kështu për përdorim them kështu propagandues më shumë. Folklorik. Po ata që shkuan, e kuptuan pra përballja edhe pozicionimi përballë boshtit të Rusisë, Serbisë, pra apo ishin mish për top, se nga të dy anët shikoj, ata të cilët ishin atje sipas këtij Kemal Çalık, zëvendësi Ciceroni, njeri që më së miri të e din atë, unë kam dëgjuar me veshtëmi, po ka dhe libra, ka punu një kohë të gjatë si Ciceron në atë parku në Çanakkale. Ai thotë se 90% të ushtarëve ishin nga Anadoli. Dhe thotë se 95% që i tyre nuk disnin as shkrim lexim. Kemi parasysh, akoma ishte në fuqi alfabeti Osman Arab. Pra, 90% i tyre ishin të regrutuar vullnetar të Anadolit, nga të cilët 95% nuk dinin shkrim dhe lexim. Por, me gjithate luftuan bën mrekullia, sepse dy ushtrit më të fuqishme të kohës imposhtën realisht. Madje aty edhe për një kohë, po edhe më pastaj gjatë gjithë karrierës Churchillit sepse ishte ideja Churchillit dhe të Kishnerit, ata mendonin se për shkak se peranderia osmane turqit kishin marrë një farë imazhi të njerëzve të mbrapambetur, ismuri i Bosforit apo ismuri i Evropës, ashtu ishte novka e peranderisë osmane, dhe ai mendonte, realisht të dytë mendonin, se në momentin kur paraqiten ato anijet impozante, dreadnoughtat të famshëm, turqit do të friksohen dhe mbrenda 2-3 ditë këta do të futen në Kostadini, akoma Stambolli quhej Kostadini, Ataturku ja ndron në Stamboll në 1925 nëse s'gaboj. Pra, kjo ishte ideja dhe pastaj hasën në një gosht kogjat të kështu vështirë për ta tejkalu dhe humbën. Po sido që tjetë, çështja është të shqiptarët pse nuk shkuan. Këtu të ndalemi se kjo mendoj se është për interes. Nuk kishim as mundësinë, as burimet njerëzore, as rrethanat, as kushtet, as dashurinë për luftuar për perandorinë. Asnjë mundësi reale, logjike nuk kemi pasur. Pa, keni parasysh, nga 1909 kështu
sidomos nga një që janë kryengritet intenzive. Domethënë nuk është punu. Domethënë është prish spari zinxhiri i furnizimit, si thonë, supply chain. Paraqitet sepse bujqësia ishte industria kryesore. Nuk u punu toka. Paraqitet varfëria. Pastaj, në 1912-13 kemi gjenocid. Sipas Gjino Berit, pa marrëm këtë gazetarin e famshëm që qëndroi në rrëthimin e Shkodrës, dhe ta marrëm Mediteranin, pra s'po merremi me neve shqiptar që kemi kriju legjenda, po nga të neutralët, ata thonë se mbi 60% e Shkodrës me rrëthin është shkatruar gjatë rrëthimit në 12-13, tetor prill. Pa, gjasa aty nuk kupton edhe pasuria, baktia, e sidomos stoku mashkullor, sepse mashkujt luftonin. Por mos harrojmë se edhe gratë e reja dhunoheshin, edhe pastaj vriteshin. Edhe ato nuk ishin të kursyera. Pastaj në Kosovë, në vilajetin e Kosovës, për kryeqytet kishim Shkupin, nuk ishte kjo Kosovë, kishim edhe Kumanovën, edhe Preshevën, Luginën, Novi Pazarin, Sanxhakun. Bë tamam gjenocid. Nga populata në atë kohë kishin dikun 700.000 shqiptar sipas censusit të vitit 1908. Mund të gjendet, duket se kemi që 700.000 shqiptarë, sepse në gjithë këto 4 vilajetet nuk ishin më shumë se 1.400.000 shqiptar të deklarua. Qofshin ata musliman apo të krishterë. Janë mbi 200.000 të vrarë. Sipas informatave që mund t'i marrim nga shkrimet e Dimitrije Tucovicit, Branislav Nušićit, po dhe Troski, sepse ishte korespondent i gazetës ukrainase. Miki Primendet thashtë. Pra nëse bazohemi në shkrimet e tyre, Kiv Mislim, nëse bazohemi në shkrimet e tyre, janë mbi 200.000 shqiptar të vrarë. Ky Dimitrije Tucovici e tregon atë rastin kur jepet urdhri për të ruajtur municioni, komandanti Mishiqi fillon të radhit shqiptar, sidomos mashkujt një mas tjetrit, që me një plum mi vra 4-5, sa ti shpon plumi. Pra, po flasim për këtë lloj gjenocidi. Dhe kjo ka ndodhur që në 1912-1913. Ngjajshëm ke edhe në vilajetin e Janinës, Çameria. Pra nuk ishim ato burime njerëzore ne që kishin 3-4 vjet që luftonin, stoku mashkullor që ishte burimi kryesor i ekonomisë, sepse gratë nuk punojshin, nuk ishte tjetër kohë. Nuk kishin mundësi të punojnë, pra paraqitet uria. Të na e veshin ne, apo kemi marrë vetë të histori të reme që është ngritur kjo? Jo, këtu është unë jam ka shoh si një propagandë që dikush atje në Turqi mundohet me bat propagandën, si të kështu John Turke, apo së një që tja vë emnin, për t'i afru shqiptarët dhe boshnjakët me Turqinë dhe për të pas influencë Turqia në Ballkan, apo për t'a rikthy influencën në Ballkan, në Otomane. Dikun me histori, në Serbi ka shumë investime, ma shumë ka investime Turqia në Serbi se që ka në Shqipëri, sot apo dhe në Kosovë. Domethënë, aty ku nuk mundet me religjion, me histori, duhet me para. Pra, atje rruga, ku se këte rruga e xhenetit.
ka shumë ashtu. Pa thënë kështu me cinizëm. Thënë me cinizëm. Pa, nuk kishte mundësi mashkujt shqiptar sidomos të Serbisë vjetër, si që i referohen Stara Serbia, pra që kap Kosovën dhe Maqedoninë, për të organizu se smet kush. Pra i kemi gjyshet madje dhe gratë për shkak se dhunohen edhe vriten. Pra i kemi gjyshet të cilat mbesin zonjat e shtëpisë, plakat dhe plesht. Në zonitari, po e gjitha kjo, populli u ka thurur dhe këngë, pra deri ku ka arritur. Ajo është këngë e përkthime nga turqishtja në Shqip, Çanakkale 100, në brenda Çanakkalas. Po veç ta përfundoj këtë sepse është shumë e rëndësishme pse nuk kishte. Pra, nuk kish kush më organizu me shku. Pastaj, nga kjo fillimi i luftës parë botnore, keni parasysh Serbia futet në luftën korrekt të 1914, gjithsa Turqia më vonë. Nga ajo Cerovska bitka e njoftën, fillon populata civile të tërhiqet nga perëndimi i Serbisë në Serbinë qendrore. Atëherë ishte Serbia dhe Maqedonia dhe Kosova. Pastaj nga gushti fillon të bombardohet Beogradi. Fillon edhe nga Beogradi të tërhiqet ajo pjesa veriore e Serbisë, të tërhiqet populata në qendër të Serbinë qendrore dhe jugore. Kemi një dyfishim të popullatës serbe në Kosovë dhe në Maqedoni që ishte kolon e 5. Brenda dikun 10 dite janë mbi 300.000 vullnetar serb që lajmërohen për pushk. Natyrisht të gjithë nuk shkojnë në betejë, akoma nuk ishin betejat e tilla, por armatosën në për qytetet dhe në banimet ku ishin, dhe ishin lajmëruar si vullnetar. Është mobilizimi kombëtar i shpallur. Pra, në Kosovë dhe Maqedoni, në vilajetin e Shkodrës dhe të Janinës, nuk ish gjasa teorike sepse s'kish kush s'kish as në Kosovë, s'kish kush. Po sidomos në Shkodrë, sepse si pas Edi Deramin, mbi 60% e popullatës ishte shkatruar, ishin vrarë nga luftrat me ushtri malazeze dhe serbe. Dhe në 14% që një shumica ishin fëmijë dhe gra. Shoku mashkullor ishte pothuajse asgjësuar i aftë për luftë, gjithnjë po flasim. Nga mosha 18 vjeçare tutje apo 17 vjeçare tutje. Ata që ishin gati për armë. S'kish kush më. Po edhe në Kosovë ishte. Por në Kosovë ishte edhe më keq. Sepse gjithë populata ishte dyndur. Ishin dyfishuar qytetet e tashtu quajtur Serbisë vjetër, pra të Kosovës dhe Maqedonisë. Supozojmë se ne shqiptarët jemi aq të disiplinuar dhe në mënyrë klandestine u organizuam për të shkuar me ndihmu Turqisë. Se vetën e shpëtum, po tash na ka ngelë edhe Turqia. Ky është problemi më i madh. Ne Kosovanë them eksik në ka me Turqia tash me çliru se për veten e ban fetin, ke parasysh. Supozojmë se në mënyrë klandestine, në mënyrë të msheft u organizua. Me shku 25.000 si thonë ata. Nuk na pa kjo Cënaruka që ishte të merë në atë kohë, vriste kështu pa pardon. Po flasim për ju, sigur të ketë pas edhe mjetet të komunikimit, të udhëtimit, pra infrastruktura. Po flasëm e 2026-ën, por po e kthejmë të 1000, pra këto mundësi që i kemi sot,
Po e kthejmë kohën e 1915, ke parasysh. Pra, kur ke parasysh, po supozojmë edhe këto që kemi. Po si shkuam? Sepse Bullgaria ishte në pazar, kërkonte Maqedoninë. Alatët, franqezët edhe anglezët nuk mund e plotësonin ato kushte. Sepse Serbisë, alatës së saj ja kishin dhënë. Derisa Gjermania i ofroi edhe më shumë. Pastaj në shtator të 1915-s ajo merr anën e Boshtit. Po deri atëherë, ke parasysh, lufta fillon me 16 të shkurt bombardimet e para. Betejat kryesore janë nga prilli deri me hapjen e frontit të Selanikut. Pra deri kur Bullgaria futet në luftë. Që Bullgaria futet në luftë në anën e gjermanëve në tetor të 1915-s. Ke parasysh? Pra për këto deri në atë kohë, nga kufiri me Bullgarinë nuk kemi mujtë me shkuat. Greqia ishte ndarë në dysh. Mbreti ishte për neutralitet, ishte për më shumë ishte për të qenë në aleancë me gjermanët, por forcat nacionaliste greke ishin për të qenë në aleancë me britanikët e franqezët. Andaj edhe Greqia u fut në luftë në 1917 në tetor, nëse s'gaboj. Por në këtë periudhë ishte e mbyllur në mënyrë hermetike për komunikacion, themi kështu. Pra nuk kalohej, nëse supozojmë se u organizuan shqiptarët 25.000, si shkuan? Sepse kufiri me Bullgarinë ishte hermetikisht i mbyllur, po dhe me Greqinë gjithashtu. Pra, nuk kesh mundësi transporti. Nga deti dëgjova një historian, këtë mund të thotë vetëm se një ignorant që nuk ka lexu për betejën e Çanakkales. Aty edhe peshq që s'u kanë lëndru, për shkak të flotës angleze, franceze, pastaj minave të cilat i kanë përdorur turqit, ajo taktika Kemal Ataturkut me gjermanët, do në mënyrë të organizuar, me anije, gjasat teorike nuk ka pas, të futen anijet civilve, dhe regrutëve për të shku për të ndihmu, sepse dash me kalu në përmjet blokadës anglo-franceze që shumë kalu. Domethënë, nuk ka pas kush të shkoj, nuk ka pas si të organizohet, sepse populata sërbe në Maqedoni dhe në Kosovë është dyfishu, në Shqipërinë e Jugut, çamërinë e dim se si e kontrollonte Greqia, madje edhe Korçën, edhe Delvinën, edhe Gjirokastrën. Në Shqipërinë e Veriut, s'kish met më kush, as në Kosovë, në Maqedoni, po në Shkodër edhe ma hiq, për shkak të luftës që e bënën me forcat sërbo-malazeze. Prandaj, kjo është kur të thuhet, shpresoj se shikuesit nga Kosova, Maqedonia, na përcjellin këtë, është sikur dikush thonte, në 1992 u organizuan shqiptarët për të shkuar ndihmu bosnjakëve në Sarajevo dhe kaluan nëpërmjet Palës apo Jaharinës. Këta njohësit e gjeografisë të asaj kohe e din që ka qenë e pamundshme. Spari ka qenë shumë e pamundshme mu organizu për shkak të organeve të sigurimit, 25.000 janë shumë, por edhe të shkohet në përmjet Palës, ka që është budallalëkt me nohët ajo. Kishte edhe Sarajev shumë shqiptar që luftuan anën e bosnjakëve. Cilët ishin ata? Ata ishin ata shqiptar që kishin gel në Sarajevo, po që jetonin në Sarajevo. Janë mbi 1.000 sa ushtar që kanë luftuar në Kroaci.
shumica atyre ishin ata që jetonin në krah. Si ka pas edhe të tillë që kanë ardhur nga perëndimi, por shumica absolute, dërmuese të tyre ishin ata të cilët kanë qenë aty. Sepse prej Kosovës dhe Maqedonisë nuk e pas gjasa mu organizu për të shku në mënyrë të organizuar, në mënyrë individuale, dikush ka mund edhe të shkoj, pse jo? Por në mënyrë të organizuar, gjërsa viti 1915 ka qenë shumë a keq. Pastaj, kjo qeshia mbitor, e kanë pas të Haxhi Qabili gjihadin në Shijak, pse me shku, e kanë patur nga maji 1914-ës, derisa nuk u fut ushtria sërbe në qershor të 1915-ës, kur ishte betejë kryesore në Çanakkala, ushtria sërbe u fut në Shqipërinë e mesme si në bashkët babës. Prandaj të kthehemi pak në retrospektiv, të shikojmë ato pestë forcat dhe në bazë atyre pestë forcave të analizojmë a ka patur mundësi teorike. Nuk ka patur. Dokumente nuk ka. Dokumente nuk ka. Dhe nga ana tjetër nuk ka patur kurfar, ama bash kurfar, mundësie mu organizu shqiptarët për të shku me ju ndihmu babës Sultan Devletit. Thjesht nuk ka patur. E tash kush kanë qenë ata? Ata kanë qenë pra shqiptarë të cilët shqiptar. Kanë qenë ata, bas edhe ka pas edhe shqiptar biologjik. Ata të cilët kanë lindë në Kosovë, kanë lindë në vilajetin e Shkodrës, kanë lindë në vilajetin e Janinës, 1890, bie fjala, ka pas të tillë që kanë qenë ushtar, edhe i ka zënë taksirati dikun o në lindjen e mesme, o në Magreb, në Afrikën Veriore, dhe janë të bu atje. Nuk ka shpjegim tjetër. Zoti Tali, unë nuk ndërhyra që të bëj një panoramë të qartë të plotë që për dikë me një logjikë të thjeshtë e kupton realitetin atëhere, kushtet, rrethanat, infrastrukturën, mundësitë, pra gjithë situatën për të dalë tek përfundimi te numri, për të mos vajtur më tej tek dëshira. Por duke qenë se ju bëti një serin të plotë asaj periudhe atëhere, që edhe unë dua, nëse ju keni mundësi, mjet një panoramë edhe të situatës aktuale tani të otomanizmit të ri, pra me Erdoganin tani, me sultanin e ri, edhe me ndikimin e tij, pra në trojet tona. Shko që jemi neve alat natyror me Turqin jemi në këto rrethana. Por jemi derisa i shërbejmë interesat tonë. Pra, do gjithmonë këto aliancat të shohim nga ajo se çfarë përfitojmë neve. Natyrisht interesi është i dyshëm. Çdo tentim i të kalimit të interesave tona është budallallëk. Thonë kështu më zbuti, është budallallëk. Tash ka disa agjent që janë paguhen nga paguhen nga institucionet të ndryshme dhe flasin broçkulla. Madje edhe neve që nuk jemi armiqësisht të disponuar ndaj Turqisë, na irritojnë budallallëqe dhe na bëjnë anti-turk. Unë jam rrit në kulturën turke. Pa, jam, si që thojnë në atje në Kosovë, Kasabali, nuk kam averzion ndaj turqve. Por, kur ti dëgjoj disa, dë bëjnë mi urrej Turqit pa nevoj Turqit. Aktualisht, sa shqiptarë mund t'jenë në Turqi dhe si janë të drejtat e tyre atje, se për këtë nuk është se... Të gjithë këta shqiptarët e bardhë, Bejaz Turklar që i thonë, të gjithë këta shumica absolute janë shqiptarë, pastaj ka dhe slam. Sepse Turqit janë popull mongolit. Pra, origjina në turqve është nga Mali, Baikal, nga Atlaj Mali dhe liçeni Baikal. Pra, janë tatar, mongol, edhe shihen fizionomia tyre. Janë zi, flok kaçurela, vetullat e trasha, atjera. Gjithë këta të bardhë, ja janë shqiptar, ja janë slav. Dikun 50% populata turke, e sotit janë të bardhë
dhe 50% një thojnë karat tyrkler, apo këta karat tyrkler janë me një përqindje, tash dikush ka më shumë përqindje turke të origjinës, o guzve po flasë. Po flasë o guzve në përgjithësi, jo të fisit Këif, të fisit Osman. Pra, po flasim për miliona shqiptarë. Absolut, absolut. Po tash është çështja se sa e ndihen vetëm. Dhe ka një asimilim të madh, ka shumë nga ata që thonë po paraardhësit e mi ishin shqiptarë, po flas këta të emigruarit në shekullit 19, fillim shekullit 20. Kjo vala fundit edhe të këta vala fundit janë asimiluar shumë, por megjithatë ndjenja e origjinës edhe më tutje ekziston. Të gjeneratat e reja, ato të mëçmet po. Ka fshatra atje ku ti mund të shkojsh edhe të flasësh shqip pa kurrë problemi me pleqt atyre fshatrave apo qyteteve. Zoti Dali, edhe diçka të fundit kam. Nëse do t'i ndanim trojet shqiptare tani, do ta marrim për referencë ndarjen atëherë me vilajete. Në cilin prej tyre ka më shumë më ndjeshën ndikimi turk aktualisht? Thënë të drejtën, sa në Shqipërinë komuniste dhe Jugosllavinë komuniste, unë flasë për Jugosllavinë komuniste, sentimenti turk ishte i lezetshëm, ishte te pjesa urbane. Pastaj, pas ramjes së komunizmit, filloi të bëhet agresiv, madje edhe ata që e ndjeshin vetën Kasabali, se Kasabali është kasab, është qytet, filluan të bëhen nacionalist ekstrem shqiptar. Tashti është pak më shumë e theksuar në Maqedoni, po vjen keq që pa thënë këtë, në disa qarqe, në disa pjesë. Fatkeqësisht, po nuk është e kursyer as Shqipëria. Ke disa imama që flasin mbrapshtë për pjesë, si thonë Adem Demaç. Po ke edhe në Kosovë. Domethënë është shtri, po megjithatë të shqiptarët e Maqedonisë shihet se është më e theksuar. Zoti Tari, duke të falenderuar shumë, uroj që ajo pjesë pa ndriçuar shumë me shumë pikë pyetje e historisë për atë betejë të kemi ndihmuar me mendimin tuaj, me njohuri të studimeve tuaja, sadopak shqiptarët për të ndriçuar. Unë të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, po shikoni, ne shqiptarët jemi luftar, por jo aq luftar sa për të shkuar dhe ndihmu Turqisë atje, se shtetin ton, vendin ton, nuk e patëm pas çliru bashkrejt për të shkuar dhe ndihmu tjetër kujt. Sidoqoftë ishte kënaqësi. Ju përshëndes. Ju falenderoj shumë.